Allahu e sprovon robin e tij besimtar, jo për ta shkatruar. Do të thënë Allah nuk e sprovon robin që ta shkatrojë, por e sprovon që t'ja provoj durimin, do të thënë dhe t'ja shtoj shpërblimet, edhe ta shfaqe robi robrinë e tij. Do të thënë tregohet robi se është rob i Allahut, edhe është i nënshtruar dhe ta adhuroj Allahun në secilën gjendje. Pra jo mos jetë sigur ato që i ka përshkruar Allahu që nëse i vjen një e mirë, qetësohen. Do të thënë nëse e godet një e mirë, itma'anna bi. Do të thënë bëhet i qetë edhe thot jam musliman edhe adhuron Allahun edhe tregohet me ibadetet shumta. Por nëse i vjen një sprov, atëherë kthehet krejtësisht, do të thënë mbrapsht, edhe e le rrugën e Allahut dhe i braktis urdhrat e Allahut, i shkel ato që ka ndaluar Allahu, edhe e humb khasirat dunya wal akhira, edhe e humb me këtë dunjan dhe ahiretin. Edhe kjo është humbja e vërtet. Por robi besimtar kur i vijnë sprovat, do të thënë tregohet gjithmonë se është rob i Allahut subhanahu wa taala, i nënshtruar krejtësisht. Edhe në sprova ruhet nga harami, edhe mundohet të punoj me halal dhe vazhdon të jetë i bindur ndaj urdhrave të Allahut. I kryen urdhrat dhe nuk i braktis dhe shpreh knatësi me atë që ja ka sjell Allahu, atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala.